Përshëndetje, si jeni? Mirë? Sahem. Jemi nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Me hapjen e sezonit turistik ka dalë një urdhër për monitorimin e gjitha pishinave, kështu që sot kemi monitorimin e pishinës tuaj. Në kuadër të masave të marra për sezonin turistik 2026, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Dega Rajonale Tiranë ka intensifikuar shpërtimin e saj kryesisht në subjektet që kanë si aktivitet fushën e hotellerisë, turizmit, pishinave dhe pjesën e bizbareve. Në disa subjekte janë konstatuar shkelje dhe janë marrë masa sipas legjislacionit në fuqi. Qëllimi i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Dega Rajonale Tiranë është garantimi i kushteve higjienore sanitare në për një sezon sa më të mirë dhe sa më të shëndetshëm për jetën e qytetarëve dhe turistëve që vinë në vendin tonë. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Dega Rajonale Tiranë ka ngritur një grup të gatshëm, i cili është gjatë gjithë kohës dhe çdo ditë në terren dhe është në pritje të ankesave të qytetarëve dhe ndihmës së subjekteve përkatëse që kërkojnë ndihmë nga ana jote.